mbas edhe nga bia serbe, pra ka shuar zinxhirin një nga një, dhe në fund vritën një policë serb, shqiptarë, më falni, ku kanë dashur të dalin, kujt kanë dashur t'ia veshin këtë? Ashtë qare, këtë qëllimi i kësajna, pëdel me kanë që me kriju sa ma shumë etnitete fetare të gjamive, që nuk janë në kontrol të as bikut e as shtetet e Kosovës. Ti kur të krijesht etnitetet e tilla që nuk të kontrollon asnjë institucion i shtetit, ti mundesh të bësh çka dush. Edhe mundesh të çu përpara çfarë dush ideologjie. Qëllimi kryesor i këtyre është që kjo, me kriju sa më shumë të tilla xhami që nuk janë në kontrollin e askujt, e masandej se kjo nuk përshihet që është një faqëllimi për me që është kundër fesë. Ideja është me përdor fen për me arrit diçka që është kundër shtetit të Kosovës. Këtë është qëllimi, dhe më tënë. Nuk është qëllimi me dëmtu. E dëmton edhe fejnë në stetën gjamit është faza parë. Qysh e dëmton të një shtetë mas shumëti, kur tish është njëse ati shteti, ja hek një element që është shumë i rëndësishëm, që është elementi i besimit. Kjo është faza e parë. Këtë është një pyetje interesante. Për shembull, në rrugë jo zyrtare, ka mësuar se Biko është e bën një luftë të fuqishme me këto grupe, por heshtja aty në mediatike është e madhe në këtë moment. është shumë e madhe, ndoshta edhe është për shkak të frikës që e kanë, sepse njëna për metodave që këtu grupe e përdorin është... Sepse realisht Biko është sulmuar mas shumëtin këtë formë. Po, edhe në postimet e shumë aty në të gjashve të arrestuar, mas shumët janë të akuzum edhe të sulmum Biku edhe Hoxhallar që janë zyrtarisht të Bikut. Pra më thonë, unë vish për me dalë për me bërë një aludim, me sa po shojmë këtu, nuk kemi të bëjmë ndë një plan saksisht që është me arriti kënë shumë e madhe që është këndërfes, po kemi të bëjmë që është me ndiku në aktualitet. Edhe në ndryshim të imazhit të Kosovës. Do me thonë, Kosova një vend që mos harrojmë, na e kena argumentin tonë kryesor që kena më të fortë në Evropë, që kena rinin, që kena shtetet me rinin më të madhe. Në numrin më të madhe të njerëzve që janë të ri. Paka shumë, qysh mos me bëj të rini me udok që është europiane, me udok që është sa më shumë që është ka lindja. Se që kjo, ta shkëshëre, cila është tani akuza kryesore që shteti Serbis e përdor ndërkombëtarisht kundër Kosovës. Pikërisht, po kjo bjen desh... E përdor, pikërisht e njëjtin instrument që... Kjo bjen desh me vetë sloganin Young Europeans që kemi pasur. Kër u ba pavarësia, kër u ba lufta, Serbia ka pas akuzën kryesore që nuk u ba lufta për liri, po u ba lufta për fe. E qartë. Veç aty që të kanë njësë. I dhash producentit një postim të vitit 2023 nëse s'gaboj. Do ta kemi. Do ta kemi këtu, të lutem. Do ta kemi. E pas ke pale shiku gjana, dhe në që shma heret. Pavarësisht të diskutimeve këtu, po, Korabi parashikon shumë gjana. Është shumë e vërtet kjo. Po, vazhdoj, sepse do ta kemi. Në Kosovë ka spionazh fetar, është shumë i theksuar spionazhi fetar. A mund ta kemi këtu edhe në ekran? Por në Kosovë janë regjistruar mbi 1000 organizata krishtere dhe unë e kam ekspozuar në 2023 këtu. Dhe çfarë i vjen një vendi me një përqindje as të vogël të krishterëve 1000 organizata? Çështja ashtu, ja të ky postim, shkoni edhe pak më lart, të lutem. Se Karitasin e ke shkruar që është organizatë e rrezikshme, Edhe më lart, të lutem. Karitasi që ka pru atora. Në 2023, postimit që në ka i vitit... Nëse, pse Karitasi për ty është me të vërtet me drejtë bëm këtë pyetje? Çështja është kjo. A e din ndihmën që ka dhënë Karitasi për spionazhi? The American Jewish Joint Distribution Committee është organizatë e rrezikshme. Po mirë dhe, po bëjmë pyetje zotëri Blokaj, pa tjetër. E vazhdojmë. Në qoftë se dojë bëjmë pyetje, do të komunikojmë... Po jemi në bashkë bisedim. A e ke thënë, okej, roli tyre, agenturor, ka qenë dhe Norwegian Church Aid. Baza që ajo quhet, shoqëri civile, tek ne bashkëmohje qëtë fotëthise, është pikërisht të këtu agenturat. Jo rrallëherë lobingjet e tyre kanë imponuar ministra, sekretar, ambasador e jo çka tjetër, dhe këto janë ato që thua kanë quar... Disa prej tyre në Kosovë janë të regjistruara 1000 organizata krishtere. Veprimtaria e tyre nuk ka qenë vetëm fetare ose vetëm humanitare, por është frizuar për spionazh. Ato që kanë luftuar për pavarësinë e këtij vendi. A ka qenë bombardimi si pasojë e shteteve krishtere? Unë erdha këtu me ekspozu formën e këtij lloj spionazhi që veprohet. Jo rastisht e kemi edhe lëvizjen, për shkak të disa prej dhënave personale të njerëzve këtu të mos i nxjerrim numra telefonit. Është publikuar kjo, kanë publikuar edhe organizata tjera. Mos të harrojmë, pjesë e spionazhit, të njëjtit spionazh, por vetëm nga krahu tjetër e kemi edhe lëvizjen e Deçanit për cilin ne
kemi diskutuar edhe kemi bashkë në këtë studio e kemi spionazhi i Kosovë. Është formë e spionazhit, është formë e drejt për drejt e spionazhit. I kam ekspozuar unë faktët. Urdhro? Dërgu në prokurori. Me marrë këtë aset komtar. Detyra analistit është të ekspozuar analizës. Unë ty shakria të kalon ty kështu të lirë. Akria ty të më të pasë të në qender. Sigurisht. Informacione. Sigurisht. 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 Akria që një të bënë të tërë në njerën, të hupë kohën. Ama jo, këpa shumë, nëse që piti ka që të sanët, këma i nëvaj shumë është në KI, ju këtë me bëhë laf me neve, se na i lami analizu sanët që i ba në KI-ja, këko ka në kryet a KI-s gati. Atë vazhdojë. Sepse të këto organizata që ke përmen. Shteti është shumë funksional në Kosovë, Leqë është funksional, informacioni e mbledha informacioni në Kosovë, po është një nga shtetet më të mira në Ballkanin Perëndimor, sa i përket mbledhjes së informacionit. Të lutem. KI-ja jonë këto përgjime të cilat janë ekspozuar këto, janë biseda të ndodhura në Serbi. Ky është një tregus i qartë dhe komplet i kundërt me qa foli zotëria që shteti nuk është funksional, shteti është shumë funksional dhe ky përgjim ka ndodhur në territorin e Serbisë. Nuk është e rëndësishme për publikun, e rëndësishme është mesazhi. Ti po thua që autoritetet e Kosovës kanë arrit me nxjerr këtë përgjim? Sigurisht. Nuk ka nga Serbia vet? Nuk Shteti i Kosovës, i Kosovës i ka të gjitha parametrat e nevojshëm. Po e saroj. Të kryoj në base utit e njerëzit. Po e saroj, po dëgjoj me vonesë. Ti po na thua, jo me vonesë, unë mendoj që dëgjoj pak para se me fol ti, por s'ka lidhje. Ti po na thua që këto përgjime nuk janë madje as të autoriteteve të Kosovës. Jo, nuk thash ashtu. Thash shërbimi jonë inteligjent. është qaçi aftë, sa që ka arrit me shkullën në Serbi, apo? Jo, është qaçi aftë, sa që mundet me marrë informacion, jo vetëm në Serbi, por gati në të gjitha qendrat të cilat shteti jonë i sigurisë i identifikon për mbledhjet informacionit. Në Serbi, Serbia konsiderohet si burimi kryesor i dezinformimit, i luftës hibride dhe i luftës psiqike. Për këtë arsye edhe koncepti i sigurisë i Republikës Kosovës e identifikon Serbinë si armikun kryesor dhe më të rrezikshëm gjithmonë. A jemi me këto zbulime, me këto zhvillime, a jemi më hap para largimit të ekstremizmit fetar dhe lozheve të bias prej fesë Kosovës? Sigurisht, domethënë, ekspozimi i një agjenture të tillë është shumë i dobishëm për momentin, por ajo që s'po funksionon në Kosovë... A mendon që ka dhe grupe tjera që bojnë këtë gjë, po jemi tek grupi, sepse po na intereson që të mos dalim tek tjerë. Jo, nuk po du me përshqip. Vetëm për grupet fetare, radikale fetare, mendoni se kemi rënë në ta, apo ka dhe grupe tjera të cilët muetu? Tendenca radikalizmit islamik, mendime në shtetit Kosovës është disiplinuar në mos jashtëzakonisht të madhe, por ajo që ka marrë hovë tani është përçarja fetare e elementit katolik. Edhe kisha e Llapushnikut është e njëjta formulë e një xhamie jashtë autoritetit të Bashkisë Islame të Kosovës, edhe ajo kishë në Llapushnik nuk është ende nën protektoratin e kishës katolike të Kosovës. As do të kishin dalë me fytyra, shumicën e këtyre njerëzve nuk i njohim. A e ke njofti personalisht Hysri Selimin? Kisha jo se kom njoft. Kisha katolike e ndërtuar në Llapushnik, veprimtaria e lëvizjes Deçanit është pikërisht ky lloj modeli që është përdorur edhe për jo e lavdëni deri ta shokoin dhe në anën tjetër thoni se i lejon të veproj lëvizjen e Deçanit dhe krejt tjera. Tash po bën kontradikt. Nuk po bin kontradikt, por thash ka marr kjo lëvizje e krahut tjetër. Edhe kjo do të disciplinohet, sepse mos harrojmë vetëm ka filluar të disciplinohet, sepse janë ekspozuar bashkëpunimet e tyre të drejtë për drejta edhe me ajo ka qenë një organizatë regjistruar me shqiptare sërbë dhe ka dhënë Vojk Breca, ka dhënë Sarimi. Metodologji të tilla janë, se ti nuk mund të bashkëpunosh domethënë me valë kozmike. Ka për obligimin që po e përmend, po ta jap Sharimi se e ka dhënë vetë Sharimi. Në anën tjetër, ti pak më herët sapo na the që në fakt Serbia e ka në pikpamjet e saj luftën hibride e gjitha këto. Dhe këto të gjitha që ndodhen janë pjesë e luftës hibride. Edhe po i sarojmë. E qartë, po a është pjesë e luftës hibride edhe identifikimi i grupeve të cilat nuk lidhen me këto veprimtari si të tilla dhe pastaj polarizimi i shoqërisë? E thash, armiku ti intereson edhe kryerja një vepër penale të qytetarit tonë, sepse atë vepër ai e shfrytëzon.
për shembull, ti mund të bësh një vepër penale, por nuk është ekspozuar në organet e sigurisë tona, por armiku e merr vesh që ti ke bërë një vepër penale. Dhe fillon metodologjia e shantazhit edhe kontaktimit të tjerë. Të them diçka krejt në fund në lidhje me komunitetin LGBTQI, unë personalisht distancohem nga deklarata që u dhanë këto dhe gjithashtu i shoh si një vlerë shtuar e shoqërisë tonë. Ndjeva përgjegjësi dhe detyrë ta them. Se nuk tha se veç e përmendni kështu për clickbait, e përmendni kështu se është një farë situate. E përmenda sepse e jep praktika spionazhit, e jep teoria spionazhit. Po cila praktik kush u arrestu për komunitetin? Nuk është e rëndësishme. Mirë, se du ta mbyllim. Nuk është e rëndësishme. Du ta mbyllim për Atë kërap, a kemi marrë parad? Lufta hibride është e vazhdueshme, do të vazhdojë dhe shteti jonë, vetëm se i ka dhënë sinjalet e qarta që nuk është më në një defanziv, por ka kaluar në operacione të tjera. Se ka një orë. Cilën paradën e krenarisë? Apo vjen? Po ta bëj ftesën dalëm bashkë. Parad e krenarisë për Kora Bllakaj është... Aja FSK-s, po pa, e dina, po dhe kjo tjetra kështë nuk knaqë, çfarë? Është një lëvizje ose një paradë e shoqërisë Kosovës, e cila i ekspozon të gjitha devijimet pa përjashtim. A të pëlqen Lady Gaga? Faleminderit shumë Kora Bllakaj, faleminderit Vullnet Krasniqi se duhet ta mbyllim. Në fakt, kështu kemi diskutuar për këtë që ka ndodhur, këtë përgjigje që ka rrjedhur dhe natyrisht me dy prej mysafirëve tanë që janë shpesh pjesë e Kosova Today, debati edhe zgjatet. Do të kthehemi vetëm pas pak me Husni Gucati në një intervistë me të për një lajm që të njëjtit janë refuzuar nga gjykata e Hagës për të vizituar atje të akuzuar. Kthehemi vetëm pas pak.